Mikpritja e Insariut. Erdhi I lodhur dhe I raskapitur. I uritur dhe I zbehur u drejtua drejt prindit të besimtarve, të dërguarit të Zotit të botëve, të cilin Zoti e tij e përshkruan. Pejgamberi është më I ndjeshëm ndaj besimtarve se ata ndaj vetvetes së tyre. Ai është prind për ta. Kur mbërriti tek ai me gjendje dhe me gjuhë, I tha: "O I dërguari I Allahut, më ka kapluar vuajtja." I dërguari I Allahut dërgoi lajm tek njëra nga gratë e tij për ta pyetur nëse ka diçka për t'i dhënë këtij njeriu për të ngrënë. Ajo tha: "Pasha atë që të dërgoj me të vërtetën, nuk kam asgjë përveç ujë." Pastaj dërgoi tek një tjetër prej grave të tij, por edhe ajo tha të njëjtën gjë. Pasi dërgoi tek të gjitha gratë e tij njëra pas tjetrës, por asnjëra s'kishte gjë tjetër përveç ujë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kthye shokëve të tij duke thënë: "Kush e merr këtë mysafirin sonte, Allahu e mëshiroft." Ebu Talha el Ensari radiallahu anhu tha: "Unë o I dërguari I Allahut." Pastaj shkoi në shtëpinë e tij, I thiri gruas së tij dhe I tha: "Nderoje mikun e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mos kurse asgjë për të." Ajo I tha: "Po ne nuk kemi asgjë përveç darkën e fëmijëve." Ai tha: "Kur të duan fëmijët për të ngrënë, përpiqu t'i vendosësh në gjumë dhe le të flenë. Pastaj bëj gati ushqimin dhe ndize kandilin, e kur të vi miku ynë, afroje ushqimin, edhe kur të filloj të haj, qohu dhe fike kandilin." Kështu bëri. I dërgoi fëmijët për të fjetur, e përgatiti ushqimin dhe ndezi kandilin. Kur erdhi miku I afroi ushqimin. Pastaj u ngriti dhe shkoi te kandili sikur donte ta rregullonte dhe e fiku atë. Pastaj ulën të dy së bashku burrë e grua, të hanin së bashku me mikun e tyre. Por burrë e grua bënin sikur hanin. Mirë po asnjëri nuk ngri ushqim, ndërsa miku mendonte se ata janë duke ngrënë. Miku hëngri pas një urie të gjatë derisa e mbaroi të gjithë ushqimin, ndërsa burrë e grua dhe fëmijët e tyre fjetën me barkun bosh, pa ngrënë asgjë. Kur zbardhi dita Ebu Talha si zakonisht shkoi të falte namazin e sabahut në xhami me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ja, I dërguari I Allahut I cili dje kishte përgëzuar me mëshirë kur mori për të nderuar mikun e tij, sot e përgëzon me një tjetër përgëzim duke I thënë: "Allahu është kënaqur sonte nga veprimi që ju keni bërë me mikun tuaj." Kjo kënaqësi hynore e shprehur me habi për veprimin e këtij sahabiu të nderuar, u regjistrua nga Allahu I lartësuar me shpalljen hynore në Kuranin pa më lartë ku thotë: "Madje, edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes." Le të ndalemi pak me këtë ngjarje për të nxjerrë disa mësime. 1. I dërguari I Allahut ishte vend strehim për besimtarët, të cilët I drejtoheshin atij kur kishin nevojë dhe brengoseshin. Ky njeriu I uritur, I përvuajtur, ju drejtua të dërguarit Allahut. Nuk e zgjati shumë prezantimin dhe nuk e shtjelloi hollësisht. Ai e paraqiti nevojën. O I dërguari Allahut, më ka kapluar vuajtja. Për të marrë një përgjigje të shpejtë dhe vëmendje të plotë për gjendjen e tij, kështu që ai të mos largohej nga I dërguari Allahut vetëm pasi t'i plotësohej nevoja dhe t'i rregullohet puna e tij. Ky është kujdesimi pejgamberit I ngritur mbi kujdesin, interesimin dhe vëmendjen. Jo mendjemallësia dhe autoriteti. Ky është kujdesi I shpalosur nga profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tij: "Unë jam më I kujdesshëm për çdo besimtar, më tepër se ai vet. Ai që lë pasuri është për familjen e tij. E kush lë borxh ose humbje, atë e paguaj unë, e mbaj unë përgjegjësinë." Siç e shohim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi vetë I plotësonte nevojat e këtij të përvuajturit. Kështu ai kërkoi njerëz nga gratë e tij për të gjetur ushqim për mysafirin e tij dhe kur për të nuk gjeti asgjë te ajo, ja kërkoi një tjetër derisa I kërkoi të gjithave. Ai nuk e parashtroi asnjërit nga shokët e tij kërkesën derisa të mbaroi atë që kishte vetë ai, pejgamberi. Kështu ai, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte shembull në tërë çështjen e tij me veprën e tij para fjalës së tij. Ai kur nuk urdhëroi për diçka të mirë para se vetë ta bënte, para se vetë ta zbatonte atë shumë mirë dhe para se vetë ta bënte atë në mënyrë të përsosur. Prandaj për këtë arsye, u realizua ndjekja dhe zbatimi I plotë I shembullit të tij nga ana sahabëve,
Allahu qoftë i kënaqur ndaj tyre në formën më të mrekullueshme të përkushtimit ndaj këtij zbatimi. Shembulli e Ebu Tahlas, radiallahu anhu, me mikun e tij, nuk është gjë tjetër vetëm se ndjekja e shembullit dhe modelit të lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën Allahu i lartësuar tha: "Ju kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut." Kjo domethënie duhet të jetë gjithnjë e freskët në mendjet dhe në zemrat tona. Çdo dietar, ftues, edukator dhe mësues duhet ta ketë në qendër të vëmendjes si gjën më të rëndësishme, me qëllim që mesazhin ta paraqesi me shembull duke filluar me vetveten tonë në zbatimin e parimeve. Një fjalë urtë perëndimore thotë: "Mos më trego për veten. Ajo që thon veprimet e tua më shurdhon veshët." Rasti e Ebu Tahlas, radiallahu anhu, me mysafirin e tij, është një imazh i qartë dhe i ndritur i përparësisë, qoftë dhe me pak gjë. Preferoi të flinte pa ngrënë ai, gruaja dhe fëmijët, për të ushqyer mysafirin e përvuajtur, i cili kishte kaluar ne të tëra i uritur pa ngrënë. Pastaj sa e çuditshme është mënyra që ai ndoqi për të ruajtur ndjenjat e mysafirit të tij, i cili nuk do ta kishte shijuar këtë ushqim nëse do ta dinte se mikpritësi i tij nuk është duke ngrënë bashkë me të, kështu që ai shoi dritën dhe më pas me disa veprime të linte për shtypje, sikur ai dhe gruaja e tij po hanin bashkë me mysafirin e tyre. Në mënyrë që mysafiri të kënaqet me këtë ushqim të pakët dhe të haj pamendje, i qetë, është një skenë mrekullueshme. A ka mrekullim më të madhe se ajo që Zoti ynë, i lartësuari, u kënaq dhe shpalli për Kur'an, që gjithmonë lexohet? Nëse habitesh apo çuditesh, atëherë dije se ky është vazhdimi i shkollës profetike dhe një nga frytet e edukimit profetik. Kjo është një skenë mrekullueshme e kësaj familjeje, që bashkë vepron me situatën dhe cakton role. Ata mbështesin njëri tjetrin për ta nxjerrë situatën në mënyrë më të përsosur dhe më të mirë. Gruaja ka përcen emocionet e mëmësisë, për të qenë bujare me ushqimin e fëmijëve të saj, i jep përparësi ndaj vetvetes me ushqimin e saj, dhe ndan me të shoqin plotësimin e skenës, duke shkëmbyer role dhe duke shprehur dashamirësi ndaj mysafirit dhe duke hequr atij sikletin e ushqimit të pakët. Në të gjitha rastet ishte bashkëpunëtore e bashkëshortit të saj në bindje ndaj Zotit, në nderimin e mysafirit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky integrim dhe harmonizim familjar mes dy bashkëshortëve në kryerjen e punëve të mira nuk do të kishte ndodhur nëse gruaja do të ishte e bindur dhe mbartë vlera fetare. Prandaj, bashkëpunimi i saj ishte i menjëhershëm dhe nuk shkaktoi asnjë kundërshtim, edhe pse gratë e ensarëve ishin me personalitet pavarur dhe me ndikim në jetën bashkëshortore. Kjo na tërheq vëmendjen për rëndësinë e bashkëpunimit në edukimin e shoqërisë dhe përgatitjen e femrës për të marrë përgjegjësitë me bindje, kënaqësi dhe bashkëveprim pozitiv me burrin në misionin e tyre të përbashkët. Në këtë hadith ekziston një mrekulli profetike e dukshme. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohej Ebu Talhas radiallahu anhu duke i treguar se sa ishte kënaqur Zoti me mikpritjen e tyre ndaj mysafirit në errësirën e natës. Këtë gjë nuk e dinte askush tjetër përveç tij dhe bashkëshortes së tij. Madje as mysafiri nuk dinte asgjë. Tu kemi një argument prej argumenteve të Allahut që tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar prej Allahut. Allahu i Madhërisëm thotë: "E atyre që besuan, t'u shtohet edhe më besimi. E atyre që u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim." Këtu shohim se familjes së pejgamberit i mungonte ushqimi, saqë nuk gjente diçka përveç ujit për të ushqyer mysafirin e të dërguarit Allahut. Kjo nuk është gjë tjetër, përveç se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndante me njerëzit atë që kishte. Shtëpitë e tij nuk ishin thesar luksi ku ai të magazinonte pasuri për veten dhe për familjet e tij. Përkundrazi, kalonin muaj edhe në shtëpinë e tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, nuk ndisej zjarr. Shokët e tij e njihnin si njeriu më bujar dhe më fisnik në bamirësi. Ata e kishin parë teksa ndante pasuritë e vet me qindra për sadaka. Pasurinë e jepte pa numëruar, duke u ambushur rrobat e njerëzve. Por ata kur nuk ishte ndodhur ta shikonin duke përvetësuar diçka nga pasuria, të merrte diçka me vete për familjen apo të afërmit. Fakti që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkon në të gjitha shtëpitë e tij ushqim për mysafirin e tij dhe nuk gjen diçka me çfarë ta ushqej, është një ngushëllim i këndshëm për këtë njerëz të uritur dhe të përvuajtur. Kur ai shikon se kjo është gjendja e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai kthehet tek vetja i kënaqur dhe i qetë e nuk ankohet për gjendjen e tij, pasi ky është realiteti i prisit të tij dhe shembulli të tij, dhe kjo është gjendja e tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.